Welcome to QRPod. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në këtë episod të Qiriazi Roots Podcast. Unë jam Sara. Dhe unë jam Leo dhe sot kemi një të ftuar jo speciale, po ekstremisht shumë speciale, jo vetëm për t'ja bërë qefin, është Mikesh Universitetit Qiriazi, moderatore, ideatore eventesh, por që ka lëbuar shumë për maturantët në njohen me universitetet. Sot me ne, Ornela Gaca. Ornela, mirë se vjen. Mirë se ju gjeta dhe sa bukur për dukeni. Faleminderit. Qa godine fantastike është Qiriazi, gjithmonë një asqetësie për maturantët dhe kur zgjedh Qiriazin them që zgjedh të ardhmen. Faleminderit, urojmë të na rritet familja jonë. Të zgjerohemi. Të kemi një komunitet edhe mundohemi shumë me pjesë. Po ju e keni treguar këtë gjë vit pas viti, aq më tepër që trashëgoni një emër të madh dhe e bëni këtë punë me aq profesionalizëm. Dhe unë them që është një nder në radhët e akademizmit shqiptar që ekziston në Universiteti Qiriazi me kurrikula fantastike. Faleminderit. Unë dua ta nis pak me një pjesë që ju e njihni shumë mirë, me maturantin. A mendon se janë pak më të humbur kohët që vjen apo janë të sigurt për çfarë duan të zgjedhin? Tani vit pas viti ne shohim që në panajirin e Organ Stadi ku jeni gjithmonë pranishëm dhe unë ju falenderoj për këtë, që rinia e ka humbur orientimin. Dhe është detyra e prindërve e juaja gjithashtu që ta orientojmë maturantin drejt të ardhmes, sepse universiteti për mua është e ardhmja. Ti mund të mbarosh shumë universitete, por nëse nuk ke mbaruar në profilin që ti do të zhvillohesh, për mua është ke bërë një shkollë kot. Kështu që unë, për të kthyer ke pyetja, unë shikoj një zbeje të interesit, një hutim. Është i shoqërisë në përgjithësi, nuk është vetëm i maturantëve. Por këtë vit pash një dallim shumë të madh me Prishtinën. Ne ishim gjithashtu në Prishtinë. Rinia kosovare, shqiptare gjithashtu, ishte shumë e interesuar për të dëgjuar. Këta as nuk dëgjojnë. Është vërtet. Këta as nuk dëgjojnë. Domethënë ju vini, i flisni dhe ta e kanë mendjen si t'i ikin, jo si t'ju dëgjojnë. Ose thjesht na shkalojnë dhe zhduken. Domethënë nuk dëgjojnë fare. Ti thua po shiko se ky profili të ndihmon ty të jesh nesër filan pozicion në filan punë të mirë me të ardhura dhe ju, Universiteti Qiriazi posaçërisht ka përqafuar degë që janë degët e të ardhmes. Hotelëri turizëm që është një nga domethënë le të themi profilet më të kërkuara. Më thënë, ne vuajmë për të patur njerëz të profilizuar dhe maturantët tonë nuk shkojnë drejt tyre profileve. Dhe ky është një hall shumë i madh. Dhe këtu duhet rritur shumë roli juaj si stafa akademike, jo ti merrni me dhunë, por nuk e di, duhet të jetë bashkarisht familje, universitet dhe shoqëri dhe ministrim mbi të gjitha. Të funksionojnë gjithë si një unit. Patjetër, hallka duhet të jenë bashkë. Ornela, çfarë po kërkojnë të rritë sot? Çfarë duan ata në vërtet? Nuk e din çfarë duan, ky është problemi. Nuk e din çfarë duan. Nëse brezi jon ka ditur shumë mirë që donte të kishte një punë, një të ardhme të sigurt, këta duan të kenë një rrok drejtori. Rrok drejtori nuk arrihet nëse nuk bën një Ku ke studiuar, të lutem, mund t'ja u thuash? Në Londër. Në Londër. Dhe çfarë ke hequr për të arritur atë mesatare dhe atë diplomë? Shumë orë studime. Tani për të arritur aty dhe për të mbaruar atë universitet që jo të gjithë e mbarojnë, se ka qenë vullneti jot edhe suporti familjes, jo të gjithë e kanë atë mundësi, por ka qenë mbi të gjitha vullneti jot. E ke arritur me vullnet pra. Pra po s'pate vullnet të bësh një gjë, harroje se ty mund të t'i fali ose mund të t'bije nga qielli. Zbie gjë nga qielli. Nuk kanë durimi, duajnë gjërat shumë të shpejta, me kualitet, por nuk vijnë gjërat ashtu. Po, durimi zgjat si slajdi në TikTok. Po kaq është durimi. Si swipe në TikTok. Kaq është slajd. Kaq është. Po tek pjesa e eksperiencës tënde në gjitha panajiret, Organ Stadi, çfarë probleme shasin studentët vet për të zgjedhur të paktën universitetet? Dgjoj, ata kanë dy probleme madhore që e para njëherë këshillimi i karrierës nuk bëhet siç duhet në gjimnaz, sepse vetë mësuesi i karrierës nuk i njeh mirë lëndët që ju updatoni vit pas viti, edhe kurrikulat që ju shtoni, se ju tentoni të përshtateni me tregun e punës. Mësuesit, jo të gjithë mësuesit, që mos i fusim të gjithë, se ka dhe shumë përkushtuar që i din,
po ai është nga një rreth I largët dhe nuk e di për shembull nga Tropoja, mësuesi I orientimit karrierës, se çfarë bën Qiriazi në Tiranë për shembull, ose X universitet tjetër. Dhe unë them që themra e Akilit e gjithë kësaj problematike janë mësuesit e këshillimit karrierës. Ata duhet kualifikohen të parët, me updatimin që kanë bërë gjithë universitetet me kurrikulat e tyre. Pra nëse ata nuk e dinë për çfarë të flasin, për çfarë mund të flasin studentëve, atyre maturantëve. Dhe maturanti pastaj dëgjon komshiun, tezën, hallën, xhajën, ai se njohun filanin fistekun, ai se ka mikun ta bën me ulje, dhe bëhet shkolla si post në shtet. Ai se njoh filanin unë, po të fus aty. Marrin vendime të painformuara. Absolutisht, dhe kjo shkatërron gjithë procesin. Prandaj dhoma e tregtisë lobon vit pas viti, dhe profesor Gjoga e di shumë mirë se ka qenë një nga drejtuesit e atij institucioni, që nëse nuk përshtaten kurrikulat me nevojat e tregut, ne kemi të kot me gjithë procesin e studimit dhe punësimit pastaj. Ornela, sa e rëndësishme është për studentët që të jenë në një marrëdhënie pune gjatë studimeve? Unë them që është shumë e rëndësishme se studentët duhet mësojnë të mos jetojnë më me lekët e mamit dhe babit, sepse të bësh një shkollë në Shqipëri natyrisht është më e lehtë se dhe më pak kostoze se diku jashtë, dhe ju e dini këtë gjë, sidomos ti e di se sa kushton një universitet në Londër, por që të jetosh dhe të punosh edhe të studiosh është mënyra më e mirë. Unë kam filluar të punoj që 17 vjeç, edhe s'ka gjetur asgjë. Besoj edhe ti kur ke studiuar në Londër, ke punuar paralelisht, dhe sa mirë je ndjer me veten tënde. Shumë, nuk I harxoja ato lekë se më dukeshin kështu si. Po, I bie gjatë gjithmonë mamit dhe babit, ë? Ishin kështu për ndonjë dhuratë për veten në fund. Po sa mirë ndihesh kur I fitoje ato lekë. Dhe sa e sigurt dhe sa vetbesim krijohet ti ke vetja jote. Shumë e vërtet. Po, është shumë e rëndësishme. Është siguria që krijon edhe një maturi që mund t'ja dalësh edhe vet. Eksakt. Kam përshtypjen kanë frikë të marrin risqe. Ose Po. Fortuna të ke fjalën. Shumica. Është e vërtet. Domethënë rinia, për mendimin tim, nëse do të ndjekësh një tek studimi që normalisht çdo gjë kushton në këtë jetë, ti duhet të kesh një punë, edhe nëse arrin të zbresësh qoftë gjysmat e lekëve që shpenzon familja, ti vetë ndihesh mirë. Është edhe si vetë ndihet çdo njeri. Pse mendon se maturantët mbasi fillojnë studimet në universitet, zgjedhin degën që kanë dëshirë, studiojnë dhe në përfundim janë të pasigurt. Nuk zgjedhin degët që po zgjedhin degët që janë virale. Zgjedhin degët virale. Zgjedhin ato degë, për shembull, është trendi tani, ç'a trendi është? Se dikur ishte trendi i juridikut, u bën gjithë jurista. Tani ç'a trendi është mjekësia trend, po, për ti kur jashtë. Apo jo. Ndjekin trendin, nuk ndjekin nevojat, se ta siguroj unë se nëse do të ketë deg profesionale ose elektricist, hidraulik ose zanatet ne duhet të kthejmë syt drejt profesioneve. Edhe te universitetet, nuk e di si janë të hapura kurrikulat tuaja drejt fushës së profesioneve. Kanë të drejtë universitetet? Po, ne kemi KPL që janë kolegjet profesionale të larta, janë 2 vjeçare. Po. Kemi pjesën e përveç ato që ka shteti, po private them, teknologjisë ushqimore, bën teknolog ushqimor. Nuk kanë interes për këto sepse nuk kuptojnë nevojat që ka tregu I punës. Dhe ne teknologët ushqimor që na dalin janë të punësuar në 3-4 kompani. Dhe kanë rrogë minimalisht 2.000 euro, e kupton? Është rroga minimale. Të lutem, ju lutem të gjithëve, ndiqni profesionet, se ajo është e ardhmja e këtij vendi. Në një profesion ku mbarojnë 1000 vet, sa punë do ketë për ju? Se kaq është tregu. Ornela, kompanitë sot kërkojnë diplom apo kërkojnë vullnet dhe bizneset? Sipërmarrjet. Private. Çfarë do të qofshin ato? Kanë më shumë rëndësi diplomat apo vullneti që dhe puna që bën? Ata duan njerëz që e para nuk thon sa është rroga ime, që në intervistën e parë, pa ditur të bëjnë punën, se ke sa të duash sot të rinj që në intervistën e parë ti thua të vjen dhe thua po mirë sa është rroga ime, po ti nuk e di fare ç'a punë do bësh. Ti nuk e di a do kesh rezultat në këtë vend pune që po vjen të intervistohesh. Dhe kanë dhe një mani tjetër rinia e sotme që pa e ngrohur vendin thot mësova unë. Po ti s'ke kuptuar të ngrohësh karrige mirë. Direkte jo po u ezaurova unë.
edhe ndrojnë qitë pozicione pune dhe në fund nuk mësojnë asgjë pastaj. Është shumë e rëndësishme kjo. Njerëzit duhet profesionalisht të jenë të arrirë dhe pastaj të kërkojnë. Unë në punën time të parë që kam bërë, unë kam marrë 100.000 lekë të vjetra. Edhe nuk pretendoja fare që mund të merrja rrogë, po punoja, rria nga mëngjesi deri në darkë dhe nuk ikja nga puna. Sa më thoshte atëherë te Telenorba shqiptare Ilbatare, do të ke dashur të ikmi do të shtëpia. Njerëzit që e duan punën. Duhet të jenë njerëz që ta kenë punën gjak. Ja, ju s'keni ikur akoma. Sa është ora tani? Po. E doni punën pra. Edhe jemi vazhdojmë pozitiv Dhe me shumë pozitiv dhe energji të dëshirë. mirë. Çfarë dallon një student që ja del ose në thonjza me atë që ngel në vend? Unë them që një që ja del që në fillim. Ai duket që kur hecë, nuk i qelbet këmba kur hedh tjetrën. Atje duket një njeri, nga mënyra se si hecën. Jo sa bukur flet dhe sa ta mbush mendjen me ide boshe, po nga mënyra se si vepron dhe si realizon gjërat e veta. Konfidenca. Po. Ka një gjë që një njeri po thot, unë e bëj këtë gjë, duhet ta bëj. Jo se bëra dot. Se po tha se bëra dot, je i dështuar që ke fjala që ke thënë e bën dhe se bën pastaj. Unë ta njerëz i dua shumë, po për fat të keq numërohen me gishtat e njerëz dorë. Dhe unë kam një zyrë që organizoj evente, kam hapur dhe agjencinë e punësimit dhe shoh që janë njerëz që kanë rrok shumë të mirë dhe thonë nuk e përballoj dot punën. Po ty s'po të shojmë në Ushtri. po le ushtri, se një ushtria është bërë mirë tani, është bërë me rroke, kupton? Ti hapi dhe rroke shumë ushtar. Po janë njerëz që s'mbajnë dot ngarkesën, pra nuk e duan punën. Po se deshe punën ti nuk rritesh asnjëherë. Unë nuk jetoj dot pa punën, jetoj dot pa punën ti? Absolutisht, nuk Unë di për çfarë mua bëj kafja me të është- shtunë të diel. Po, për mua kafja është harxhimi më idiot i kohës. Të rish kafe atje, të shohësh njëri tjetër, ama çfarë bëre sot? Po ja ika ke parukiera, kreja flokët, bëra thoj, por mua kjo është harxhim kohe, kupton? Ornil, cili është gabimi më i madh që shef tek të rinj kur ata prezantohen? Nuk din të prezantojnë veten. Edhe si vit që marrin i çojnë gjithandej, po të shohësh, i marrin sipas një modeli dhe kur fillon pjesa e intervistës, sepse dhe ata nuk kanë faj, nuk i ka trajnuar kush. Dhe ky trajnim fillon që nga shkolla. Shkolla përgatit njerëz që janë të gatshëm dhe dalin të mirë në mesatare. Nuk zhdërvjellson njerëz që të jenë të jenë të zot, të komunikojnë, të marrin një iniciativë biznesi. Ai mbaron për kontabilitet, financë, ai bën gabime. I shton gjithmonë shifrave nga i zero dhe them unë, për kontabilitet, financë ke mbaruar ti? Domethënë bëj gafa kështu të frikshme fare. Pra është një shkollim, unë e them vazhdimisht edhe në emisionin tim, mekanik, jo praktik. Shkolla shqiptare duhet jetë praktike, atje e ke parë në Londër. Sa laboratore kishte në shkollën, në universitetin që bëre? Ato dijet tuaja, ku i testoni? Ta mbarojnë për agrobiznes dhe nuk shkojnë njerë në një biznes. Të kuptojnë se ku fillon të fjale agro. Nuk shkojnë njerë. Po nuk e preken. Po, absolutisht. Si mund të testosh njohuritë tua kur ti nuk e ke kthyer në praktik atë njohuri. Ne nuk e imagjinojmë dot për shembull studentët e teknologjisë ushqimore, ata bëjnë buk, kanë prodhuar vodka. Po kanë provuar këtu. Të gjitha i kanë bërë. Sa open day keni bërë ju me produktet e tyre që janë të mrekullueshme. Dhe ata student nuk do ngelen asnjëherë pa punë. Ta garantoj, kush zgjedh degët e profesionit, sidomos po të zgjedhë ke Universiteti Qiriazi, ja? Nuk do ngelen asnjëherë pa punë, kështu që mendoni për vete, mendoni për të ardhmen tuaj, familjen tuaj, t'jeni punë, mund t'jeni profesion, merrni dhe lek. Kam një pyetje duke u lidhur tek agjencia jote e punësimit. Po. Meqense është e suksesshme dhe çdo gjë si mund të diferencoj një punonjës nga të tjerët për ta bërë edhe profilin e tij pak më profesional, le të themi. Dgjoj, këtu te ne nuk ekziston blacklista. Pra që një punëtor i cili ka kryer një gest jo normal te një kompani, pra nuk është sjell brenda normave normale, kompania ta reflektoi këtë gjë dhe ky punëtor të mos shkojë të punojë në një kompani tjetër. Mirë po, connection që unë kam me biznesin, në 15 vite që punoj pranë dhomës tregtisë, e kam të atill sa që unë arrita i evidentoj një punonjës i cili ka qenë i besueshëm ose jo tek një kompani. Dhe unë me agjencinë time jam munduar që të mos
heq punonjës dhe t'i çoj tek një kompani tjetër, sepse punonjësi është investim që kompania harxhon. Dhe punonjësi duhet të jetë mirënjohës vetes, por edhe investimit të kompanisë. Sepse kostot nuk janë jetime. Ato e kanë një. Çfarë i bën këto punonjës më të mirë dhe më të besueshëm? Ç'a kualitetesh? U them performanca. Performanca në mënyrën se si performon në punë, i them që një punonjës i mirë është performanca në punë dhe arritjet. Dhe një sipërmarrës i cili është sipërmarrës i vërtet nuk e gënjen dot askush kur vjet përballë shifrave. Ai e di shumë mirë se ai të kupton me bishtin e syrit, domethënë them që nuk ka investitor që janë të pasgjuar. Ai e kupton me bishtin e syrit sa punon ti dhe sa punon ti tjetri. Vetëm se brenda kompanive shqiptare mungon edhe zhvillimi i punonjësve së brendshmi. Sepse një punonjës hyn në një stad dhe ngelet aty. Nëse punonjësi nuk zhvillohet dhe të kalojë në stadet më të larta, pa kompani e bëjnë këtë gjë, punonjësit mërziten. Dhe kjo është faza e emancipimit brenda sipërmarrjes shqiptare, që për hir të vërtetës ka ca mangësira të vogla. Se unë i dua shumë të gjithë. Nuk e shaj dot sipërmarrjen, unë e kam në zemër. Ne dim dhe jemi shumë bim dakord të gjithë së bashku që rrjetet sociale dhe teknologjia ka evoluar në një mënyrë shumë të frikshme, për mendimin tim. Sa ndikim kanë rrjetet sociale tek karriera e të rinjve? Ke shumë të rinj që thonë që do shkojmë tek filan në universitet se bën pafund reklam, po që e ka blo stafin e mësuesve. Dhe nëse ata nuk kuptojnë që stafi i mësuesve dhe profili, arritjet, marrëveshjet që ka universiteti janë ato që janë kyçi kryesor. Këtu çdo i ri do dështoj. Pra nëse niset nga rrjetet sociale, domethënë pafund raste që rrjetet sociale kanë marrë në qafë, domethënë teenager duke filluar nga eksperimentet më të frikshme të fytyrës e jo më për të folur për dijen pastaj, po që dia është në nivelet e anës mjerane këtu në Shqipëri, për fat të keq rroft iniciativa e privatit që po e mban në nivele të larta investimit se tjetë për shteti e ka harruar me kohë. A mendon se të ndryshoj apo do eci në këto ujëra? Jo, këtij shteti intereson që ta lërë një popull në padije, sepse e ka më lehtë që ta drejtojë në padije. Turmat e ditura nuk i duhen askujt. Dhe arsimi ecën përpara fal investimit të privatit. Unë e them dhe do ta them gjithmonë, është sakrifica e privatit që vazhdon të investojë për arsimin, se tjetër për shteti ka kohë që e ka harruar. A mendon se të rinjt ditët e sotshme nuk duan ose kanë frikë të guxojnë? Dgjoj, kanë frikë të guxojnë sepse i kanë gjërat e sigurta nga prindrit, se është faji prindërve. Sepse ke shumë prindër që t'ja bëjmë dhe këtë, t'ja bëjmë dhe atë, por unë kam parë shumë modele sipërmarrësish që i lënë në sfidë fëmijët e tyre dhe këta janë shumë pak. Dhe ti i njeh disa prej tyre, se mua realisht më kanë habitur. Ka qenë një rast për shembull që fëmijën e një nga sipërmarrësve e kam parë duke më shërbyer kafen. Realisht, edhe i kam thënë ti je çmendur që e lë? Jo, është më mirë të mësohet kështu, më ka thënë, sepse kështu do të kuptoj se ku fillon vlera e arritjes së mirëqenies, që këtu fillon arritja e mirëqenies. Dhe unë këtë gjë nesër pas nesër do e përdor ke fëmia im dhe kushdo. Nëse fëmia nuk sprovohet ta nxjerrë vetë të ardhurën, harroj se nga prindrit mund ta kenë më të lehtë jetën. Deri në një farë pike, se pastaj nuk do jetojnë prindrit gjithë jetën me ne. Absolutisht. Duhet të guxojnë edhe duhet mundohen t'ja dalin vetë. Po, vërtet. Ornella, çfarë do i thojë një studenti para dhe pas universitetit se çfarë duhet të bëjë dhe nëse ai nuk e din se çfarë të bëjë? Unë kam patur fat që bëj një punë që e dashuroj, nuk e dua po e dashuroj. Unë çmendem për këtë punë që bëj. E kam të brendshme. Dhe kjo është një gjë instiktive, po varet edhe kush ta grish pak këtë. Mua dëshirën për këtë gjë ma ka grishur një person që ka qenë personaliteti i kohës, Artan Santo. Ai më tha gocë ti di çesësh ajër, merr ushit ajër se ti e bën më së miri këtë gjë. Pra varet ai gremçi i parë. Unë them që duhet të ndjekin atë që ata e duan së brendshmi. Dhe kush ja grish pak atë dhe ja nxjerr në sipërfaqe, aty është fati i madh.
Pra, mos bëni një gjë që nuk e doni. Bëni një gjë që doni, që ta bëni më së miri dhe mos t'ja ndjej fare nga konkurenca. Unë për veten time them që unë s'kam konkurrent. S'kam konkurrent. Unë jam Ferrari. Ke mundësi të më paragalosh, hajde. A mendon se emigrimi është zgjidhja apo e shikojnë si një rrugë më të lehtë? Ja, është fatkeqësi. Jo, është fatkeqësi. Po ndodh një fatkeqësi shumë e madhe me çështjen e arsimimit. Po vinë shumë të huaj në Shqipëri, që s'kam asgjë kundra. Janë ngopur universitetet me indian dhe ju e dini këtë gjë. Dhe shumica e shqiptarëve po ikin. Ne në panairin ton ne nuk e reklamojmë këtë gjë dhe unë nuk dua që rinia të ikë nga Shqipëria. Kush jam unë do të thuash ti? Unë jam një njeri, një qytetare që bëj aq sa mund të bëj unë. Unë dua që rinia të qëndroj këtu, por këtu rinisi kanë vrarë ëndrrën, nuk ka të ardhme. Dhe kjo nuk është pjesë që zgjidhim ne me një buton. Kto janë politika shumë të mëdha mbi ne që nuk janë fare në konsiderat. Dhe përsa ko rinisi është vrarë e ardhmja, ëndra, rinia del vetëm ke piramida, ke universiteti, rri në për kafe, vegjeton, më thuaj, rini është kjo? Këta janë plakur më që tani. Kjo është rini e plakur. Kjo është rini që për fat të keq po lihet të plaket. Si mund të krijojnë mundësi të rinjt edhe kur nuk u jepet një mundësi? Duhet jetë së brëndshme ajo, se ata nuk e krijojnë dot po se patën të lindur së brëndshme. Ja, ti për shembull ke patur këtë ide dhe bashkërisht keni bërë një gjë kaq të bukur, që jep një mundësi të gjithë të rinjve që u regjistrohen në universitet dhe janë përvoja suksesi, që të flasin dhe t'japin përvojën më të mirë. Pra, kushdo gjen, them unë. Kushdo gjen, nuk është prit nga qielli se po të bie ndonjë gjë. Gërmoje tokën se do të nxjerrë diçka. Unë me këtë parim jam. Po, dhe ashtu është. Po, ashtu duhet të jetë. Duhet të mundohen. Duhet të mundohen, e vërtet. Po ju, edhe ju të dy, për ditë mundohen. I gjithë stafi i Qiriazit, për ditë mundohet. Ja, edhe për mirë gjithmonë. Por nuk duan të rinë sot. Me zor? Nuk duan sepse i kanë gati nga familja. E vërtet. Dhe familja duhet të bëjë një hap pas, t'i lërë, jo në sfida se nuk do terrorizohen, por ata do sprovohen që të kuptojnë se sa të zot janë. Të kuptojnë çfarë vlerësh dhe bekimesh kanë, njëherë se ndonjëherë edhe nuk i ndjen kur të vret e mira, themi. Po, e saktë, Të vret e mira dhe me makinën tipi fundit në autostradë, që ja blen, i japin dhe çelsat. I bëra filan makinë djalit. Po i ka dhënë vdekjen me duart e tua. Apo ja. Secili ka prioritetet të ndryshme. Absolutisht. Varet kush është i fokusuar. Për mua ka shumë rëndësi fokusi. Nga aspekti i biznesit, çfarë mendon se kërkojnë bizneset nga njëri për pjesën e punësimit? Dgjoj, bizneset kanë arritur në një stad tani se punësimi është një plagë e frikshme. Dje tek dhoma e tregtisë mbritën përfaqësuesit e dhomës bullgare të biznesit dhe thanë kemi një platformë që duam të marrim punëtorë shqiptarë dhe t'i çojmë në Bullgari. Po ne s'kemi për vete dhe ku t'ju japim juve. Ku t'ju japim juve? Unë direkt me bilanc. I thash po ne s'kemi për vete si t'i japim juve. Unë them që prioriteti, domethënë ka kaluar, janë hequr të gjitha ato kriteret e pranimit. Dhe thot vetëm të vi dhe të dëshiroj të punoj, se dish më ndodhi, çova 3 punonjës në Kavaj, kishte shkuar 3 ditë e para dhe i kishte thënë u lodha unë s'vi më. E kupton? Ka raste nga më, pra janë ulur të gjitha kriteret e pritshmërisë dhe thon vetëm na gjeni njerëz se nuk po dim. Domethënë kur të dalin robotët që të punojnë, atëherë do e kuptojnë këta. Që puna. Po, siç e kanë kuptuar këta dizajner që ka dalë ChatGPT ose AI, që po i zëvendëson, atëherë do ta kuptojnë edhe këta që kur shkosh të punosh, do punosh vlla. Do të digësh në orën 8, do mbyllësh punën në orën 5. Pastaj do i thuash se kapitalizmi këtë ka. E shet që në mëngjes dhe je tek ai që të ka ble që të jep rrogën në fund. Ky është kapitalizmi, nuk ka më komunizëm. S'ka më që në kohët e Enverit bënin pallë gjithë se ishin gjithë i soj. S'ka, ky është kapitalizmi, sfidë, garë. Finish. Ornela, si e shikon rolin e Kolegjit Universitar Qiriazit tek studentë për t'i përgatitur për tregun e punës? Dgjoj, unë shoh që ju jeni shumë agresiv në kuptimin më pozitiv të mundshëm të fjalës. Pse? Sepse keni kuptuar që kjo rini ka nevojë të zgjohet.
dhe ju bëni një zgjim intelektual që i duhet kësaj rinie. Dhe këtë e bëni me shumë profesionalizëm. Mua çam bëri përshtypje këtë vit në të gjithë turin që ne patëm në të gjithë qytetet, ju ndryshe nga ato që mendojnë se janë high-tech, ju e kishit kaluar, ju aplikimit e kishit pap. Me teknologji. Pra ju rrofshin këtyre që janë, ju pap e kishit bë aplikimin, e kupton? Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse ky është një brez që nuk të dëgjon, por do të preki diçka, do të preki diçka. Do të preki një. Plus që pasaportën që keni sfiduar dhe kryeministrin me atë pasaportën ishte tjetër zgjidhje dhe mua më pëlqen mënyra e qasjes. Qasja juaj më bëri përshtypje këtë vit dhe nuk e them për se njerëzit e dinë sa e vërtet jam unë, më bëri përshtypje se këta njerëz kanë nevojë të gërvishten pak dhe t'ia utërheqësh pak vëmendjen me stil. Stili juaj besoj se ka goditur. Nuk e di tani, ato e dini ju më mirë në feedbackun e rezultateve që e keni patur ju vetë. Pastaj dhe mënyra se si ju i rini dhe si e shpjegoni deri në atë masën që i mban truri dëgjimit, se tham që edhe ajo është me masë. Deri në atë ju jeni të palodhur dhe keni shumë komplimenta nga ana ime si staf që keni qenë me mua në çdo qytet të Shqipërisë. Dhe që normalisht mendoj që edhe këtë vit e thithëm interesin maksimumin e gjës për ata maturantë që kanë ngelur, se edhe kjo është një fatkeqësi tjetër, çdo vit bie numri maturantëve në mënyrë të frikshme. Edhe vlen të nënvizojmë diçka që jemi kënaqur pafund. Personalisht në Sarand një herë, kafe në mëngjesit aty te bregu detit. Po ishte gjithë hotelet mbyllur. Jo, po shumë të këndshëm keni qenë realisht me një pozitivitet të jashtëzakonshëm. Faleminderit shumë. Unë për të gjithë ata kam një pyetje. Për të gjithë ata studentë që do vinë tek panajiri Work and Study në vitet e ardhshme, pse është ky panajir i vlefshëm? Pse është ky panajir i vlefshëm? Për hir të vërtetës, ky është një panajir që e lidh atë që ofrohet dhe kërkohet. Pra e tashmja me të ardhmen. E tashmja kush është? Shkollimi, ku do shkojnë këta nxënës që po mbarojnë ta maturant, që do bëhen student, do shkojnë te ofertat më të mira. Dhe jo më kot panajiri Work and Study për çdo vit të gjithë universitetet që afron, që për hir të vërtetës nuk mungon asnjë. I merr dhe ata bujarisht bëjnë zbritje, se kjo është bujari që ekziston brenda genit shqiptar. Kjo nuk do të ndryshojë. E panajirit Work and Study. Po, edhe ju si Qiriazi e keni ndjekur këtë premtim për çdo vit dhe këtë vit keni patur një zbritje të frikshme. Ndryshe nga gjithë të tjerët keni qenë kështu frikshëm fare. Dhe mbasi bën një zgjedhje që i kursen edhe disa lekë, se për regjistrime aty vlen edhe kuota e pranimit, ti ke mundësi që bashkarisht të ndërlidhësh studimin me punësimin, se kompanitë më të mëdha vinë në Tiranë. Dhe jo vetëm në Tiranë, por edhe në rrethen e na shoqërojnë kompani që ti mund të studiosh edhe të punosh. Kështu që unë them është formulë magjike, formula e panajirit Work and Study, që e ka dhoma e tregtisë për kaq vitesh një brand të loguar dhe të suksesshëm. Unë them që Work and Study është kthyer në institucion dhe pa frikë, vitin tjetër edhe Prishtina, me këtë pritshmëri që patëm këtë vit ne, Prishtina do na presin në mënyrën më gjigante të mundshme, por kam përshtypjen nuk do ndalemi vetëm në Prishtinë, do shkojmë pak edhe më tej, por t'ja lëm surprizat vitin tjetër. Kjo do jetë po. Ne kaq pyetje kishim për Ornelën sot. Tani do kalojmë. Shumë me ju, jeni shumë të këndshëm. S'ke mbaruar akoma? E kemi dhe një as në nëngë. Është pjesa jonë e preferuar, quhet Quick Fire Round. Wow. Janë 10 pyetje, por duhen përgjigje të shpejta, se për ndryshe ke i dënim në fund. Po, dakor, jam me i këmbë. Kemi të lidhura ne. Hënje. Do vazhdoj. Jemi gati. Shumë gati. Diplom apo eksperiencë? Eksperiencë. Punë që paguan mirë apo punë që të pëlqen? Që më pëlqen. Shqipëri apo jashtë për karrierë? Vetëm Shqipëri. Praktik pa pagesë apo pritje për punë të paguar? Praktik pa pagesë më mirë. Mëson më shumë. CV e fortë apo lidhje të forta? Lidhje të forta. Rrezik apo siguri? Siguri. Të ndryshosh drejtim apo të këmbgulësh? Këmbgulja. Dem. Studim masteri apo eksperiencë pune? Eksperiencë pune. Komfort apo sfidë? Sfidë. Të presësh një mundësi apo ta krijosh vetë? Ta krijosh gjithmonë.
Nuk paska dhe një për Ornelën sot. Për tisha kafe. Jo s'ka gjë, ma thoni dhe ata anën tjetër, se e provoj. Ju japu një dënim juve? Hajde njërë ta Ju jeni qërë. dënuar të punoni kaq bukur të dy gjithmonë. Faleminderit dënimi më i mirë. Nuk doja. Ornela, shumë faleminderit. Faleminderit Ishte juve. një episod, nuk do e them fjalën, por për mua do ta them pak më vonë. E kam qenë në maksimum, shpresojmë që do të kemi edhe në sezonin e dytë. Patjetër. Dhe ndonjë mesazh të fundit për maturantët? Unë kam një mesazh për Universitetin Qiriazi. Universiteti Qiriazi ka një histori dhe unë ju them të ndiqni historinë sepse historia përkthehet në vlera dhe vlera kalon tek ju. Faleminderit. Ornela, shumë faleminderit. Faleminderit ju. Për të gjithë ju që na ndoqën në këtë episod, ne do të shihemi përsëri të premtem që vjen në orën 18:00. Deri atëherë shihemi.